Roskoveci ka nisur zbatimin e projektit për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme, i financuar nga fondet të buxhetit lokal. Bashkia Roskovec ka startuar një nga investimet më të rëndësishme të këtij viti, rikonstruksionin e rrugëve të brendshme të qytetit, një ndërhyrje që pritet të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e jetës dhe qarkullimin urban për mijëra banor. Punimet kanë nisur në disa segmente kryesore të lagjes numër 1 në zonën e ish-SMT-s. I gjithë projekti financohet nga fondet e buxhetit lokal, çka e bën këtë investim një shembull të qartë të administrimit eficient, efektiv dhe të orientuar drejt nevojave të komunitetit. Punimet po kryhen në terren, intensitet të lartë në këtë lagje të qytetit, që e kanë shndruar në një kantier, është shprehur për televizionin Apollon, drejtuesi teknik i projektit Arben Lutaj. Ai thekson se ndërhyrja nuk është thjesht një riasfaltim, por një proces i thellë rindërtimi me standarde të reja të rrugëve të brendshme. Zbatimi i këtij projekti sipas të njëjtit burim do të jap fund problematikave të vjetra të infrastrukturës në qytet, aktualisht po ndërhyhet në shtresat bazë të rrugës dhe ndërtimin e infrastrukturës nëntoksore dhe në vijim punimet do të vazhdojnë edhe për sistemin e kanalizimeve të ujrave të bardha, ndërkohë që janë ndërtuar trotuare të reja. Në vijim do të punohet për gjelbërimin, ndriçimin dhe sinjalistikën bashkëkohore. Në përfundim të këtij projekti, Roskoveci do të përfitojë një rrjet rrugor të brendshëm të sigurt, funksional dhe afatgjat, ka pohuar drejtuesi teknik i punimeve. Atëherë, projekti i zbatimit sipas gjithave kushteve teknike të parashikuara, kanë infrastrukturë nëntoksore, kanë paketën e shtresave, çaku stabilizant binder asfalt, si dhe kanë edhe trotuaret, bordura asore dhe trotuaret për këmbësorët. Atëherë, kompania është në zbatim të projektit rehabilitimi rrugëve të brendshme të qytetit Roskovecit, është një investim që financohet direkt nga Bashkia Roskovec. Janë në projekt janë rreth 14 rrugë të brendshme të qytetit Roskovecit që janë nështruar rehabilitimi të plotë. Duke filluar nga bazamenti më çakut stabilizant, binder asfalt. Këtu jemi tek 4 rrugë të lagjes SMT, për të cilat projekti është më i detajuar dhe kemi edhe trotuar si dhe kanalizimet e ujrave të bardha. Pas drejtuesit teknik të punimeve, ky investim ka qenë prej kohësh i domosdoshëm dhe së ndërhyrje do të japin qytetit një pamje më moderne dhe më të aksesueshme. Rrugët e brendshme të rikonstruktuara do të kenë një ndikim të drejtë për drejtë në qarkullimin urban, lidhjen e lagjes dhe përmirësimin e lëvizjes për komunitetin, biznesin dhe shërbimet, ndërkohë që do të jenë edhe një hap drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Ky projekt konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt transformimit urban të Roskovecit, duke forcuar rolin e qytetit si një qendër zhvillimi për gjithë zonën, shprehen burime pranë bashkisë. Sipas tyre, projekti nuk është thjesht një rregullim rrugësh, por një paketë e plotë urbanizimi me sistemim, sinjalistik, ndriçim, gjelbërim dhe hapësira të sigurta për këmbësorët me standarde sipas modeleve të qyteteve të vogla europiane.